Nostradamusi ka parashikuar se në vitin 2025 do të ketë një kolaps financiar botëror. Mund të jetë e vërtet? Le ta shohim. Kush është rastësisht si gjithmonë le t'i bëj like faqes që të shihemi sërish dhe ju falenderoj që jemi për bashkë. Më falni që e them gjithmonë, por ka shumë prej jush që kalojnë këtu i shikojnë videot dhe nuk i bëjnë like faqes. Juve nuk i kushton asgjë, por për ne është një diferencë e madhe nëse i bëni like videos. Dhe nëse i shpërndani këto video pa i shkarkuar, ju falenderit. Ka dalë një artikull kohët e fundit ku ky artikull bëri bujë të madhe, që sipas disa studiues, jo njerëz të thjesht, kanë bërë një llogaritje të parashikimeve të Nostradamusit. Dhe ai ka parashikuar që duke filluar nga viti 2025 do filloj një krizë globale botërore. Pra krizë ekonomike, pastaj edhe problemet tjera, por unë do t'ju them fillimisht për Nostradamusin, por ka dhe të tjera të reja. Tani, pse po flasim për këtë? Sepse duke filluar që nga ky vit, nëse e keni vënë re, me një fjalë, gjëja e parë që duhet kemi parasysh, duhet të dini që vetë Komiteti Evropian dha lajmin publikisht që duke filluar nga viti 2026 do të vendoset moneda virtuale. Mirë po, për të vendosur monedën virtuale do të ketë një kolaps në shumë anë, në ekonomi po flasë, sepse si do ta tërheqin monedën, si do ta marrin monedën që ta mbajnë, sepse moneda është në qarkullim. Për disa kohë moneda duhet që të zhduket nga qarkullimi dhe ju e dini këtë që brenda vitit 2030 duhet zhduket. Dhe pyetja është, çfarë do bëjnë për ta hequr monedën, ose çfarë do të bëjnë për të mbledhur monedat, sepse dikush i mban nën krevat, të tjerë i kanë në investime, të tjerë akoma i kanë në banka. Dhe tani këto moneda, sepse janë moneda, si mund të quhen, fizike, pra janë faktike, i merr në dorë, i numëron. Dhe këto moneda nuk do të ekzistojnë më. Tani për t'i hequr këto, ka dhe një diçka tjetër që duhet të dini. Duhet që të vendosin se s'bën një taks për përdorimin që ne kemi bërë gjatë këtyre viteve të kësaj monede, sepse dua të nënvizoj që monedat, pra paraja, nuk është jona, ne e përdorim, por nuk është jona, është atyre që e shtypin dhe ata që e shpërndajnë. Kështu që për të rikthyer edhe një herë atij paraja, ti duhet pagosh disa taksa, sepse ka shpenzime. E dini se çfarë do të thotë që të mbledhësh të gjitha ato para? Sepse ti do t'ja u marrësh investitorëve, biznesmenëve, njerëzve të thjeshtë, kujdo. Dhe është një shpenzim. Dhe ky shpenzim duhet që të rekuperohet. Kështu që padyshim do të ketë një zhvillim. Në fakt, siç ju thash, mendohet që kohët e fundit do ketë disa lëvizje të mëdha ekonomike. Gjëja e parë që duhet të dini, e kam thënë edhe një video të mëparshme, nuk është se unë di gjithçka, absolutisht jo. Unë thjesht lexoj dhe kam një, le të themi, diçka që unë i mbaj mend ato që lexoj. Për shembull, para disa javëve ju tregova që disa kompani të mëdha po blejnë flori pafund. Po flasim me miliarda, po flasim nga 10, 15 deri në 150 deri në 250 miliard dollar. Pra blejnë moneda ari, blejnë flori. Disa i blejnë moneda, disa i blejnë lingote e tjerë. Tani, pyetja është pse? Sepse pikërisht pra, e kisha bërë këtë pyetje para ca kohësh, por shumë pak ishin të informuar dhe më pyesin mua. Disa mendoni që unë e bëja pyetjen sepse nuk e dija. Atëre, gjithmonë në lëvizje të mëdha ekonomike, qoftë brenda një shteti, por qoftë dhe jashtë shtetit, ndodhin pikërisht këto gjëra. Pra, në një moment caktuar, tërheqin, pra blejnë gjën që është më e shtrenjtë në atë moment. Në këtë moment, gjëja më e shtrenjtë është floriri, sepse bitcoinët nuk vlejnë fare në një moment të tillë, sepse bitcoin është një monedë virtuale, por nëse do vendosi një tjetër monedë virtuale që nuk ka lidhje fare me bitcoinin, bitcoini bie rrezohet për një ditë. Kështu që nuk është ata që kanë projektuar gjithçka e din shumë mirë këtë dhe e lën bitcoinin që ta bëjnë njerëzit. Mirë po do të ndodh, kam frikë se do t'ju ndodh njëkohësisht siç ka ndodhur në Shqipëri në 97-ën, që investuan $3 milion dhe grabitën $300 milion.
parafërsisht, që ishin para të njerëzve. Pra e njëjta gjë mund të ndodhet me Bitcoinin. Mundet, kjo është një ide ime. Unë ndaj nuk investoj kurrë në Bitcoin. Dhe po thoshja, sepse është vetëm aty për aty, por sado që tjetë aty për aty, sa do investosh dhe sa do marrësh, se janë përqindje të ulta, sidoqoftë. Duhet kesh para të mëdha, që të bësh një investime të mëdha, atëre po fiton. Kështu që ne që jemi të vegjël, është e kotë. Po thosha, kështu që çfarë do të ndodh? Pse Nostradamusi të parashikonte një gjë të tillë? Gjëja e parë që duhet të dini, në kohën e Nostradamusit nuk kishte paraja si sot. Për shembull, do t'ju bëj një pyetje juve. Çfarë paraje përdoresh në kohën e Skënderbeut? Mund të më thoni? Çfarë përdorej? Pra, në kohën e Skënderbeut, njerëzit mes njëri tjetrit, çfarë paraje? A përdornin para dhe çfarë paraje përdornin? Ky është një argument vërtet i rëndësishëm, dhe po flasim që në vitet 1560, parafërsisht deri në vitin 1590, ishte një periudhë që e kishin që e përdornin vetëm prisat, monedhat, pra nuk përdoreshin në njerëz. Në njerëz përdoreshin deri vonë, deri në vitin 1900 përdoreshin vetëm me shkëmbime. Ti jap mall, më jep mall. S'kishte monedha. Dhe atëherë përdoreshin monedha ari, ose dhe argjendi, po flasën vitet 1400-1500 në kohën e Skënderbeut. Në fakt, treguhet që Skënderbeu kur shkonte që bënte luftra, jo vetëm Skënderbeu, por edhe luftëtarë të tjerë, paguheshin me arë, me fjalë me flori. I jepnin flori që të bënin shkëmbime. Qoftë monedha, por qoftë edhe en prej ari. Pra, paraja nuk ekzistonte. Atëre, si e dinte Nostradamusi që në vitin 2025 do të kishte një kolaps ekonomik? Si? Tani, nuk është vetëm Nostradamusi, sepse kemi edhe Baba Vangën, që ka thënë pikërisht për vitin, duke filluar nga vitin 2025, do të ketë ndryshime të mëdha në botë dhe kryesisht ndryshime klimatike. Nga e dinte Baba Vanga, vitet 90 që do kishte ndryshime klimatike, kur atëre respektoheshin stinët, nëse mbani mend, stinët respektoheshin deri nga viti 2000. Tani pothuaj janë shtyr njëra tjetrën. Sot për sot në një do thotë se kështu ka ndodhur gjithmonë, nuk është e vërtetë, sepse ne që jemi më të vjetër, unë për shembull 56 vjeç, unë mbaj mend. 4 stinët ishin fantastike, ishin orë perfekte. Në 15 shtator binte shi, në tetor fillonte era dhe suferinat fillonin në nëntor, pastaj fillonte dimri në dhjetor dhe ngrica në janar. Pastaj nga shkurti ishte ftohtë, në mars fillonin lulet, në 14 mars fillonin lulet, pastaj në maj bëhesh festa e 1 majit e tjerë. Pra respektoheshin dhe vera ishte verë. Pra të gjitha 4 stinët respektoheshin, sot jo. Për shembull, pardje, në një zonë këtu të Italisë pati një dyndje të madhe të ujrave, dukesh sikur ishte fundi i botës. Edhe në vende të tjera ka ndodhur, por unë e thash në Itali sepse ishte më i afërt. Pra, si mund ta dinte Baba Vanga që do të ketë ndryshime të mëdha duke filluar nga viti 2025. Për më tepër ka thënë dhe ka parashikuar dhe gjëra të tjera. Tani, pse po e them këtë? Sepse këto informacione, për mendimin tim, pra këto profeci, si mund të quhen, nuk janë profeci të njerëzve. Këtu doja të dilja. Për mendimin tim nuk janë profeci të njerëzve, por janë disa informacione të dhëna ose të ardhura nga një vëgim ose nga një tjetër dimension. Pra nga një tjetër entitet, jo njerëzor. Në fakt, qoftë Baba Vanga, por qoftë edhe Nostradamusi, të dy e kanë pranuar që kishin informacione që vinin nga diku tjetër. Dhe pyetja është, kush ja u dha informacione? Dhe nëse u dha këto informacione, nga i dinte? Nga i dinte që sot do të ndodhnin. Atëre, kjo më bën të kuptoj që ka një mbikëqyrje ose një mbikëqyrës i kohës dhe i hapësirës, njëkohësisht edhe i tokës, pra një mbikëqyrës që di çdo gjë, di të kaluarën, di të sotmen, të tashmen dhe di dhe atë që do vi, pra të ardhmen. Kështu që kjo më bën të mendoj që diçka të vërtet ka, dhe nëse ka diçka të vërtet, atëherë të përgatitemi që vitin, duke filluar nga ky vit 2025, do të ketë ndryshime të mëdha.
jo vetëm klimatike, si që thash, por edhe ekonomike. Ju, çfarë mendimi keni për këtë argument? Pra, këto parashikime ose këto profeci, ju i besoni, dhe nëse nuk i besoni, pse nuk i besoni, dhe pse, sepse e di ku do thot siç do thot në njëri nga ju që këto janë gjithmonë me pikpyetje, nuk janë asnjëherë definitive etj. Shiko, brenda këtyre profecive ka gjithmonë diçka të vërtet, sepse siç ju kam thënë për herë, ka disa njerëz që jam në kontakt me prej shumë kohësh dhe thonë evenimente që do ndodhin, si për shembull ajo zonja shqiptare që na tha, do ta them në një video tjetër, që na foli për tërmetin, dhe tërmeti ra. Na ka thënë këtu, në faqet tona. Tha për tërmetin, unë ta kam parashikuar do bie tërmet dhe ra tërmeti. Pra, nga e dinin, si u vinë këto halucinacionet, nga i vinë. Zonja për shembull nga Shqipëria thotë që është në kontakt me një entitet. Ku i dihet? Megjithatë pres komentet tuaja. Ju përqafoj, kalosh një ditë mbar.